Lionel Messi është me origjinë shqiptare, teoria që po qarkullon në rrjetet sociale. Prej kohësh figura e Lionel Messit, futbollistit më të madh të gjitha kohërave, ka qenë objekt jo vetëm i analizave sportive, por edhe i thashethemeve dhe spekullimeve për jetën e tij private. Së fundmi, një teori e çuditshme ka filluar të qarkullojë në disa faqe online se ylli i Argjentinës ka rrënjë shqiptare. Kjo hipotezë është ndezur nga disa përdorues në rrjetet sociale, të cilët kanë vënë re mbi emrin e tij, Messi, që në disa dialekte të jugut të Shqipërisë lidhet me mbiemra të ngjashëm si Messi, Mesiçi apo Meshi. Për më tepër, disa historianë amator kanë pretenduar se gjatë periudhës së migrimeve të mëdha në Mesdhe, familje shqiptare u vendosën në Italinë e Jugut dhe më vonë në Spanjë, duke marrë me vete mbiemra të ngjashëm. Një tjetër element që ka ndezur fantazinë është fakti se vetë Messi, në disa intervista të hershme, ka përmendur se gjyshi i tij kishte origjinë italiane nga Ancona, qytet i cili ka pasur gjatë shekujve lidhje të ngushta me shqiptarët e Arbëresh. Ky detaj i vogël është përdorur si provë nga ata që duan të mbështesin idenë se gjaku shqiptar mund të rrjedhë në venat e kampionit botëror. Nga ana tjetër, ekspertët e historisë së sportit e konsiderojnë këtë thjesht një mit urban. Sipas tyre, mbiemri Messi është shumë i përhapur në Itali dhe nuk ka lidhje direkte me Shqipërinë. Por kjo nuk i ka ndalur fansat shqiptar të shpërndajnë me krenari teorinë se Messi është yni, duke e parë këtë si një arsye më shumë për ta dashur dhe më tepër idhullin e tyre. Në rrjetet sociale shqiptare, debatet janë ndezur. Disa thonë se është një teori qesharake, pa baza shkencore, ndërsa të tjerë e shohin si një mundësi interesante për të hulumtuar historinë e emigrimit shqiptar në Mesdhe. Edhe sikur të mos ketë gjak shqiptar, fakti që e diskutojnë Messi në këtë këndvështrim tregon se sa shumë e duan, shkruan një përdorues në Twitter. Pavarësisht vërtetësisë së kësaj teorie, një gjë është e sigurt: Lionel Messi është një fenomen global dhe çdo kom do të donte ta kishte qoftë edhe pjesërisht si të vetin. Ndoshta e vërteta është thjesht se shqiptarët, ashtu si miliona tifozë në mbar botën, e ndjejnë Messin si pjesë të familjes së tyre sportive. Pra, pyetja mbetet, a është Lionel Messi me origjinë shqiptare apo kjo është vetëm një legjendë moderne që na pëlqen ta besojmë?